Trafik dhe shpërndarje kokaine në lokalet e Tiranës, grup kriminal, pastrim parash, mashtrim me pasoja të rënda, përsëritur qindra herë, call centera, korrupsion dhe luks. Kjo është vetëm një pjesë e veprimtarisë kriminale të Babe Bir, Mikel dhe Enea Mitri, të cilët kanë rekrutuar dhe blerë segmentet policisë së shtetit si garanci për aktivitetin kriminal. Një raport i shërbimit informativ konstaton se Mikel Mitri ka vepruar si dora kryesore e shpërndarjes së kokainës për vivat në Tiranë, ndërsa i Biri konsiderohet si pasardhësi i Amant Josifit për rrjetin e call centerave në kryeqytet. Pas një hetimi prej disa muajsh, në korrik të vitit 2016, seksioni narkotikëve pranë policisë së shtetit finalizoi me sukses operacionin Seven, duke goditur një grup të shpërndarjes së kokainës në Tiranë. Policia arrestoi në flagrancë kreun e grupit kokainës Mikel Mitri dhe të birin Enea Mitri. Në prangaran edhe disa anëtar të grupit si Donjet Zaloshnja, Selim Rama, Aurel Kafeja, Indrit Barçi dhe Lazar Buhani. Fal lidhjeve të forta në sistem dhe hedhjes së parave për prokurorin e çështjes dhe gjyqtarin, Mikel dhe Enea Mitri dolën shumë shpejt nga burgu. Kreu i grupit të shpërndarjes së kokainës i shpëtoi edhe veprimit të ligjit antimafia për sekuestrimin e pasurive produkti i aktivitetit kriminal. Mikel Mitri dyshohet se vijoi aktivitetin e furnizimit të vipave me kokainë, ndërsa i Biri do t'i hynte një aktiviteti tjetër kriminal shumë herë më fitimprurës se sa shpërndarja e kokainës. Enea Mitri është sot bosi më i madh i call centerave në Tiranë me rrjetin më të strukturuar dhe shtrirjen më të gjerë në mbrojtje të shumëfisht policore. Mitri pushtoi tregun kriminal të call centerave pas ekspozimit dhe rënies së Amant Josifit. Për kamuflimin e grupeve të mashtrimit të qytetarëve europianë, Enea Mitri ka përdorur disa lokacione në Tiranë dhe një rrjet kompanish në emër të prestanomave. Ndonse milioner nga aktiviteti kriminal i mashtrimit me investimet e rreme, Mitri ka vepruar me kujdes duke lënë pas sa më pak gjurmë. Ai shfaqet në mënyrë sekondare në regjistrat e tatimeve dhe zhduket shumë shpejt. Megjithatë, një hetim elementar i SPAK-ut dhe BKH-s do të zbulonte rrjetin kriminal të call centerave të Enea Mitrit, lidhjet e tij policore dhe perandorinë e pasurisë produkti i aktivitetit kriminal. Vion. Kur politikanët janë në kupolën e pushtetit, përfitojnë licenca dhe pasuri publike, i fshehin në emra familjarësh dhe krijojnë paqe e interesash mes tyre. Por sapo sultani i largon nga postet, ata kacafyten për ndarjen e pjesëve që kanë fshehur, edhe kur kanë lidhje familjare e krushie. Kështu ka ndodhur para disa ditësh mes dy kushërinjve nga Salaria. Djali i Gramoz Ruçit, Ledian Ruçi, dhe Salarion Totajit për pronësinë e koncesionit e energjisë fotovoltaike në bregdetin e Topojës në Fier, në 50.000 m2 tokë shtetërore dhe me afat 35 vite. Më 31 janar 2022, 6 muaj pasi Gramoz Ruçi dorëzoi mandatin e fituar në zgjedhjet e vitit 2021 në Fier, djali i tij Ledian Ruçi krijoi kompaninë SLR Albania SHPK me objekt investim, ndërtim dhe shfrytëzim të implanteve të energjisë fotovoltaike dhe të çdo lloji investimi tjetër. Sipas dokumenteve zyrtare, pronësinë e kompanisë SLR Albania SHPK dhe koncesionin e implantit fotovoltaik e ka Ledian Ruçi, por është folur shpesh se bashkëpronar në hije është kushëriri i tij Salarion Totaj, bashkëshorti Elisa Spiropalit. Pasi Edi Rama e largoi nga qeveria Elisa Spiropalin, bashkëshorti i saj i kërkoi kushëririt djalit të Gramoz Ruçit t'i regjistronte në QKB dhe t'i blente legale 40% të aksioneve të tij në koncesionin e energjisë fotovoltaike në Topojë të Fierit. Por sipas informacionit, djali i Gramoz Ruçit ja mohoi pronësinë dhe refuzoi të njihte dhe t'i transferonte Salarianit pjesën prej 40% të aksioneve të implantit fotovoltaik. Konfliktin mes tyre nuk mundën ta shuajnë as të afërmit, ndërsa policia e ka mbajtur të fshetë ngjarjen, megjithëse ka pasur përplasje dhe kërcënime, siç ka ndodhur edhe në raste të tjera që përfshin familjar të politikanëve të lartë. Nuk dihet në çfarë faze është ky konflikt, por sipas dokumenteve në qendrën kombëtare të biznesit, djali i Gramoz Ruçit vazhdon të jetë pronar 100% i kompanisë SLR Albania SHPK dhe i koncesionit të energjisë fotovoltaike në Topojë të Fierit. Gjithashtu nuk dihet sa ka investuar Salarioni si ortak në hije me 40% aksione, por bëhet fjalë për një projekt me vlerë rreth 35 milionë euro, burimi të cilave nuk është deklaruar. Konflikti mes tyre ka si shkak edhe faktin që nga 50.000 m2 tokë shtetërore në bregdetin e Topojës në Fier, të dhënë nga kryebashkiaku Armando Subashi, vetëm 30.000 m2 do të përdoren për ndërtimin e implantit fotovoltaik, ndërsa 20.000 m2 do të përdoren për ndërtimin e hoteleve dhe komplekseve me vila e apartamente plazhi. Në vendimin e lejes së zhvillimit të firmosur nga Edi Rama, investimi është deklaruar 1.5 milion euro, ndërsa sipas projektit teknik dhe fizibilitetit pritet të arrijë rreth 15 milion euro. Por sipas informacionit, investimi real i projektit është parashikuar të jetë rreth 35 milion euro, ndërkohë që kapitali i kompanisë SLR Albania, që nga dita e themelimit është vetëm 100 lek dhe gjatë viteve 2022-2024 ka deklaruar humbje rreth 923.000 lek.
Një skandal i rënd seksual është investiguar nga emisioni Stop në bashkëpunim me ekspertë të shoqatës Media dhe Drejtësi dhe pritet publikohet në ditët në vijim. Publikimi i këtij investigimi paralajmëron një tronditje të fortë publike pasi dyshimet flasin për një aferë seksuale të zhvilluar brenda zyrave të KLP-s, a dhe përbën një goditje të drejtë për drejtë ndaj imazhit dhe rolit të këtij institucioni që duhet garantojë ligjin dhe integritetin. Ajo që e bën edhe më të rëndë këtë situatë është fakti se nuk kemi të bëjmë me një sjellje të izoluar në hapësira private, por me dyshime për veprimet papërshtatshme në ambientet zyrtare të një strukture që mban përgjegjësi të lartë publike, duke ngritur pikpyetje serioze për standardet etike, disiplinën dhe mekanizmat e kontrollit të brendshëm KLP. Në këtë kontekst, KLP perceptohet jo si garant i drejtësisë, por si një institucion që nuk arrin të ruajë as rregullat më bazë brenda vetes, ndërsa heshtja deri në këto momente vetëm sa e thellon krizën e besimit te KLP dhe shton dyshimet se kemi të bëjmë me një përpjekje për të minimizuar apo shmangur përgjegjësinë. Edhe pse media ka hedhur akuza, KLP nuk ka reaguar dhe nuk është bërë asnjë dorëheqje, edhe pse janë kapur me nocë rroku në dorë. Qytetarët presin përgjigje se si është e mundur që ambiente zyrtare të përdoren në mënyrë të tilla epshesh seksuale. Kush ka dieni për këtë situatë? Çfarë masash konkrete do të merren ndaj çdo personi të përfshirë? Ky rast nuk është thjesht një skandal i radhës, por një provë serioze për vetë funksionimin e institucioneve të drejtësisë dhe për aftësinë e tyre për të reaguar ndaj abuzimeve brenda radhëve të tyre, çdo vonesë, çdo mungesë transparence dhe çdo përpjekje për të zbutur situatën vetëm sa e rëndon më tej imazhin e KLP-s dhe forcon perceptimin e një institucioni në krizë, i cili në vend që të imponojë standarde dhe besim publik rrezikon të bëhet shembulli i dështimit institucional. Nëse KLP nuk reagon ndaj aferës së rëndë seksuale të dyshuar brenda zyrave të tij, atëherë nuk mund të quhet më Këshilli i Lartë i Prokurorisë, por shndërrohet në Këshillin e Lartë të Nocrokut. Një institucion në krizë besimi, ku heshtja dhe mosveprimi zëvendësojnë ligjin, transparencën dhe përgjegjësinë që çdo organ drejtësie duhet të garantojë. SPAK ka marrë autorizim nga gjykata e posaçme për të vijuar këshyrjen dhe analizimin e pajisjeve elektronike të sekuestruara në kuadër të hetimit për aferat me rrugët. Vendimi është firmosur nga gjyqtari Erion Çela dhe i hap rrugë analizës së celularëve dhe kompjuterëve të ish-zyrtarëve Eral Delezi dhe Gentian Gjyli, të cilët kanë mbajtur poste drejtuese në kesh dhe ARSH dhe janë në hetim për procedura prokurimit të dyshuara si abuzive. Hetimi që po drejtohet nga prokurorët Klodian Braho, Dorina Beko dhe Dritan Prençin nuk do të kufizohet vetëm tek ish-zyrtarët, por do të shtrihet edhe tek pajisjet elektronike të disa biznesmenëve dhe kompanive të ndërtimit që kanë përfituar tender publik. Në fokus do të jenë komunikimet përmes platformave si WhatsApp, sinjal dhe emailët zyrtare, me synim identifikimin e kontakteve të mundshme, marrëveshjeve informale apo ndërhyrjeve në procedurat e prokurimit. Procesi i këshyrjes kishte mbetur pezull për një periudhë për shkak të pritjes së një interpretimi nga gjykata kushtetuese lidhur me procedurat e sekuestrimit dhe respektimin e privatësisë, por pas këtij zhvillimi gjykata e posaçme i ka dhënë dritën jeshile SPAK-ut për të vijuar me analizën e plotë të provave digjitale. Në kuadër të këtij hetimi, më 26 dhjetor të vitit të kaluar janë ushtruar kontrolle në disa prej kompanive më të mëdha të ndërtimit në vend, përfshirë Gjener 2 Bashkim Ulaj, fituese e tenderit për rrugën Thuman Kashar, si dhe Nova Construction 2012 të Ilir Shtufit, pjesë e lotit 4 të Unazës së Madhe në Tiranë. Kontrollet janë zgjeruar më pas edhe tek Alko Impex, Arbëra Bazit, 2T Artan Sakos, GPG Company e Paqësor Buzit, Senka Ylli Senkës, kompania Alpstar dhe Salilari e Plumb Salilarit, të gjitha të përfshira në projekte të mëdha infrastrukturore, kryesisht në segmentet e Unazës së Madhe të Tiranës. Pas vendimit sot, SPAK do të hap celularët dhe pajisjet e tjera kompjuterike të biznesmenëve. Burime nga hetimi bëjnë me dije se fillimisht vëmendja ka qenë e përqendruar tek dokumentacioni i sekuestruar në Ministrinë e Infrastrukturës, por me avancimin e çështjes dhe daljen e të dhënave të reja është rritur edhe intensiteti i veprimeve hetimore. Nga një grup i vogël hetuesish në fillim, tashmë janë angazhuar të paktën 10 oficerë të Byros Kombëtare të Hetimit, të cilët po analizojnë në mënyrë të detajuar provat digjitale dhe materiale të tjera të sekuestruara. Faktet e deri tanishme tregojnë për një hetim në zgjerim që synon të zbardhë nëse ka pasur bashkëpunim të palishëm me zyrtarëve publik dhe operatorëve ekonomik në procedurat e tenderimit, ndërsa çdo përfundim për përgjegjësi penale mbetet në vlerësimin përfundimtar të organit të akuzës dhe gjykatës. Ashtu si Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë dhe Kolegji Universitar Instituti Kanadez i Teknologjisë vepron si një lavëtriçe pastrimi parash, duke përzierë dhe devijuar në xhepat e errët para donacionesh nga Katari dhe Kuvajti para studentësh dhe fonde të tjera. Veprimtaria e dyshimt në nënhundën e institucioneve lizbatuese nis që me tjetërsimin e godinës në Porcelan Tiranë, një pasuri me vlerë miliona euro produkt donacionesh, e cila ka përfunduar në duart e Ramiz Zekajt për vetëm 900.000 lekë. Lidhjet e errëta shtrihen nga Tirana në Doha të Katarit, ku protagonist shfaqet profesori Ramiz Zekaj, një personazh që ka përvetësuar me dallavere pasuri me vlerë miliona euro produkt të donacioneve nga Katari dhe Kuvajti, ku përfshihen kolegji, shtypshkronja, ambiente shoqatash, bamirësie, vila, apartamente, dyqane e të tjerë. Përmes vëllezërve Rasim dhe Enver Zekaj, si dhe njerëzve të tjerë të afërt,
Ramiz Zekaj kontrollon një kartel kompanish nga Prishtina, Pej, Tiranë dhe Durrës me aktivitete të dyshim duke qarkulluar miliona euro dhe pastruar para me faturime fiktive. Instituti Kanadez i Teknologjisë, Lobby Technology SHPK, Zekaj SHPK, Alinden Kraja, Zekaj Alp Group, Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit, Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islami, Organic Medicinal Herb, Millennium i Ri, Millennium i Ri 2, Media Contact, Sky General Trading dhe shoqata Gruaja janë vetëm një pjesë të kartelit kompanive dhe shoqatave me aktivitet të dyshim të Ramiz Zekajt, si u përvetsua Instituti Kanadez i Teknologjisë. Në vitin 2011 themelohet në Tiranë shoqëria TALM Albania me objekt në fushën e arsimit, kulturës, edukimit, formimit, kërkimit dhe aplikimit shkencor, si DG TALM Group në Dohat, Katarit. Vendi i aktivitetit rezulton në ish blok Qendra Zayed, një organizat me karakter fetar. Siaset i kësaj shoqërie është edhe Kolegji Universitar i Institutit Kanadez i Teknologjisë në Tiranë. Për regjistrimin e kompanisë është autorizuar Hamad Ben Abdenabi, një tunizian me aktivitet të dyshim në Shqipëri. Pronari i TALM Group në Dohat, Katarit, rezulton Gabim bin Saad Al Saad, themelues i disa organizatave në Doha dhe si përmarrës në fushën e pasurive të paluajtshme. Në shtator 2012, ndryshon emri i shoqërisë nga TALM Albania u bë CIT. Në vitin 2013, shfaqet Ghanem bin Saad Maged Al Saad Al Kuvari. TALM Group në Dohat, Katarit i dhuron kompaninë në Tiranë CIT-s, që kamuflon institutin kanadez Ghanem bin Saad Maged Al Saad Al Kuvari. Në gusht të vitit 2019 shfaqet Ramiz Zekaj, i cili i blen për një vlerë qesharake e kompaninë CIT për 900.000 lekë. Ghanem bin Saad Maged Al Saad Al Kuvari, duke marrë në pronësi edhe godinën e Kolegjit Universitar Instituti Kanadez i Teknologjisë në Tiranë, një pasuri me vlerë miliona euro kaloi në duart e studiuesit të orientalistikës dhe jurisprudencës islamike Ramiz Zekaj për 900.000 lekë. Në krye të shkollës vendoset Ramiz Zekaj. Instituti Kanadez i Teknologjisë në Tiranë me president Ramiz Zekaj nuk është aseti i vetëm që kamuflon kompania e themeluar si DG TALM Group në Doha të Katarit. Si u përvetsua shtypshkronja miliona euro në Xhavzotaj të Durrësit. Kjo godinë në Xhavzotaj të Durrësit, e cila funksionon si shtypshkronjë me vlerë miliona euro, është një tjetër pasuri produkti i donacioneve të errta nga Katari dhe Kuvajti. Pasuria është përvetësuar nga profesori Ramiz Zekaj, duke e kaluar në emrin e bashkëshortes së tij Ndriçime Zekaj dhe që administrohet nga vllai i tij Rasim Zekaj, i skeduar për krime ekonomike nga autoritetet ligjzbatuese të Kosovës. Godina kamuflohet me fondacionin Millennium i Ri 2, i cili ka qarkulluar shumë të mëdha donacionesh në mungesë të plot transparencë. Përmes këtij fondacioni me lidhje interesash me Institutin Kanadez, pastrohen çdo vit qindra mijëra euro, ndërsa shtypshkronja ushtron një aktivitet formal për të mbuluar pastrimin e parave. Më konkretisht, në shtator 2016, themelohet fondacioni Millennium i Ri 2, me objekt prodhi materiali për shtypshkronjë dhe amballazhi për fason. Fondacioni është në pronësi të kompanisë Sky General Trading 52%, Millennium i Ri 40% dhe Rasim Zekaj vllai i Ramiz Zekajt me 8% të aksioneve, i cili është edhe administrator. Pronarja e kompanisë Millennium i Ri, që ka 40% të aksioneve të fondacionit që kamuflon shtypshkronjën me vlerë miliona euro, është Ndriçime Zekaj, bashkëshortja e Ramiz Zekajt, zonja Zekaj, e cila ka qenë disa herë objekt vjedhje për shkak të shumave të parave kesh që mban banesë, kontrollon edhe fondacione të tjera, përfshirë edhe shoqatën Gruaja, e cila qarkullon para të dyshimta. Millennium i Ri është themeluar në vitin 2003 dhe ka si objekt veprimtarie shtypshkronjë, por edhe ndërtim objektesh. Millennium i Ri, që ka qarkulluar para të errta donacionesh, është fija me të cilën grupi Zekaj kontrollon Millenniumin e Ri 2, një pasuri me vlerë miliona euro, gjithnjë produkti donacioneve të errta. Ndërkaq, kompania Sky General Trading, që ka shumicën e aksioneve tek Millennium i Ri 2, funksionon si një agjenci imobiliare duke pastruar paratë e donacioneve në pasuri të paluajtshme. Jo rastësisht, administratori i kompanisë Sky General Trading rezulton Rasim Zekaj, vllai i Ramiz Zekajt, një personazh kyç në qarkullimin e parave dhe menaxhimin e pasurive produkti donacioneve të errta. Radio, dyqane dhe shoqata. Kumbari Ramiz Zekaj kontrollon radion me karakter fetar Kontakt, një rrjet dyqanesh vilash, ndërtesash dhe shoqatën Gruaja, që të gjitha kamufluar në emrin e vajzës dhe bashkëshortes, zonjës Ndriçime Zekaj. Si shoqata Gruaja, ashtu edhe radio janë produkti donacioneve nga vendet arabe dhe qarkullojnë qindra mijëra euro të dyshimta. Media dhe shoqata ekspozojnë edhe një rrjet dyqanesh me burim të jetë të dyshim në pronësi të vajzës Ramiz Zekajt. Rasim Zekaj dosje për zhvatin e parave të bujqësisë në Kosovë, korrupsion dhe vila paleje. Teksa në Shqipëri Rasim Zekaj administron pasuritë me vlerë miliona euro produkt donacionesh nga Katari dhe Kuvajti, pasuri këto të tjetërsuara nga vllai i Ramiz Zekajt. Në Kosovë Rasim Zekaj ka një dosje korrupsioni dhe vjedhje të fondeve të bujqësisë në vitin 2020, sipas dosjes së mashtrimit me fondet. Për zhvillimin e bujqësisë, Rasim Zekaj përmes kompanisë së tij Organic Herbs Kosova ka përfituar para publike për të mbjellë bimë medicinale
kriminale, por parati ka devijuar duke ndërtuar vila pa leje në Stankaj të Pejës. Në kërkesën për arrestimin e tij, prokuroria e Kosovës theksonte në dosje se Rasim Zekaj përmes kompanisë Organic Herbs ShPK ka përfituar subvencione për bimë mjekësore dhe aromatike, bujqësi organike, por në realitet një pjesë të madhe të sipërfaqes e kishte mbjell Jonxh, e cila përdoret si ushqim për bagti dhe në bazë të programit për pagesa direkte të vitit 2020, kjo kulturë bujqësore nuk figuron fare në listën e bimëve mjekësore dhe aromatike. Sipas dosjes penale, Rasim Zekaj përmes mashtrimit ka përfituar 10 mijëra euro nga fondet publike të akorduar për bujqësinë, ndërsa akuzohet se ka korruptuar disa zyrtarë duke u dhënë rishfet. Për të zhvatur parat publike, Rasim Zekaj ka dhënë mijëra euro rishfet tek zyrtarët e ndërlidhur me subvencionet, konkretisht 2 inspektorëve, Bekim Brushi dhe Bleri Mulliqi, si dhe drejtorit të AZHB-s Luan Statovci, arrestuar në vitin 2021. Statovci ka pranuar shuma të ndryshme të parave rishfet nga persona të ndryshëm në mënyrë që ata t'i fusten në listën e përfituesve për subvencione. Në një rast, gjatë përgjimeve, Statovci dëgjohet duke thënë se e kanë posedim shumën prej 600.000 eurosh dhe bënte plane që të blinte një banesë në vlerë nga 200.000 deri në 300.000 euro. Gjatë bastisjeve janë sekuestruar rreth 433.160 euro, $600, 200 franga, 275 lira turke, 15 telefon, 8 vetura, një kompjuter, 5 armë, një USB dhe një vul. Ndërkaq Rasim Zekaj, sipas dosjes së vjedhjes së parave për bujqësinë, ka ndërtuar vila pa leje në pronë publike në zonën turistike të quajtur Stankaj. Vilat i ka ndërtuar në toka bujqësore. Përmes vilave Zekaj dyshohet se ka pastruar paratë e vjedhura publike me anë të mashtrimit, si dhe paratë e donacioneve. Si vëllezërit Zekaj pastrojnë paratë e donacioneve në Shqipëri. Evidenca, dokumente, transaksione dhe një dëshmi diplomatike tregojnë se vëllezërit Ramiz dhe Rasim Zekaj qëndrojnë pas zbatimit të një skeme kriminale të pastrimit parave të donacioneve të errta nga Kuvajti dhe Katari në pasuritë paluajtshme nga Tirana në Prishtinë në maskën e bamirësisë dhe ligjërimeve me karakter fetar përmes një karteli fondacionesh dhe kompanish imobiliare. Miliona euro të përvetësuara me projekte fiktive janë investuar në godina, vila, dyqane, apartamente të tjerë, pasuritë të cilat më pas kanë kaluar në emrin e Ramiz Zekaj dhe familjarëve të tij përmes kontratave false, dhurimeve dhe manovrave të ndryshme. Navaf Mohamed Ali Hamoud Fawaz dhe Ghanem bin Saad Maged Al Saad Al Kuvari nga Katari rezultojnë 2 nga ortakët e Ramiz Zekaj dhe personazh kyç në përvetësimin e pasurive, produkti, donacioneve dhe shoqatave të bamirësisë. Aktiviteti i dyshuar kriminal është zhvilluar në hundën e institucioneve legjizlatuese shqiptare, sidomos të shërbimeve informative. Marrë nga prapaskena. Ministrat e rinj krijojnë përshtypjen sikur janë qeli bar në aktivitetin dhe punët e tyre, por faktikisht kanë njolla korrupsioni dhe lidhje të shumëfishta interesash e përfitimesh nga postet e mëparshme brenda institucioneve dhe enteve publike. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, është një prej të përkëdhelurve të kullës së pushtetit që në çdo detyrë ka ngrënë me disa lugë njëkohësisht. Pra përveç pagës kryesore si drejtor, ka marrë edhe disa pagesa paralele në borde e komisione. Sipas ligjit për pjesëmarrje në bordet publike, zyrtarëve të shtetit u lejohet të emrohen paralelisht vetëm në 2 borde apo këshilla mbikëqyrës, sidomos në sektorët që varen nga institucionet ku ata janë drejtues, pasi përbëjnë konflikt interesi. Ndërsa Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, deri para 3 javësh kur u emërua në këtë detyrë, e madje edhe tani vazhdon të jetë antar me pagesë në 8 borde, këshilla mbikëqyrës e komisione shtetërore. Bordet shtetërore ku është antar prej 9 vitesh, qysh prej kohës kur ishte jurist në entin rregullator të energjisë, edhe në avokaturën e shtetit, Ministri Enea Karakaçi është antar në këto 8 borde shtetërore. Antar bordi në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, antar bordi në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, antar i Këshillit Mbikëqyrës në Shoqërinë Tregtare Prodhim Kablo SHA, antar i Këshillit Mbikëqyrës në Shoqërinë Shtetërore Petrol Alba SHA, antar i Komisionit Vlerësimit të Masave Disiplinore të marra nga Njësia Operacionale Speciale e Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHE, antar i Komisioneve të Posaçme të përhershme pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, për dhënien e licencave të projektimeve, zbatimit të investimeve për vlerësimin e pasurive të paluajtshme dhe dhënien e statusit të naftëtarit. Aktiviteti i bordeve dhe këshillave mbikëqyrës në këto institucione dhe ente shtetërore ka pasur dhe ka lidhje varësie, kontrolli e vendimmarrje me Enea Karakaçi në detyrat e tij si drejtori i përgjithshëm në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Pra në konflikt interesi, Enea Karakaçi ka qenë kontrollues dhe urdhërues si zyrtar i lartë në ministri dhe njëkohësisht antar bordi që ka miratuar buxhetin, të ardhurat, investimet, shpenzimet, fitimet, humbjet, tenderet dhe masat ndëshkimore në Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Drejtorinë e Transportit Rrugor, Agjencinë e Burimeve Natyrore, Albanian Gas e të tjerë. Ndërsa tani këto ente shtetërore dhe bordet e tyre, Enea Karakaçi ka në varësi si Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, ku urdhrat për çdo vendim dhe pazar jep kryeministri Edi Rama, ndërsa ai firmos formalisht.